Specialistë sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan shtetasit QD 46 vjeç banues në fshatin Vukël pasi në aksin rrugor Koplik Vermosh, automjeti që drejton dash përplasur me automjetin me drejtues shtetasin RG 20 vjeç banues në fshatin Vukël. Pas përplasjes, 46 vjeçar treguar nga vendi i ngjarjes nga aksidenti janë dëmtuar shtetasi NK 33 vjeç dhe dy shtetas të mitër pasagjerë në automjetin me drejtues shtetasin RG, të cilët janë në kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën. YG 42 vjeç banues në Tiranë pasi u ka duke drejtuar motomjetin në gjendje të dehur. Gjithashtu specialistë sektorit të qarkullimit rrugor reformatal në prokuroriku nisi procedimin në gjendje të lirë për shtetasit PM 62 vjeç banues në fshatin Pistull pasi u ka duke drejtuar motomjetin pa lejë drejtimi, në A 19 vjeç banues në Shkodër pasi u ka duke drejtuar automjetin pa lejë drejtimi, AD 51 vjeç banues në Shkodër pasi u drejtuar automjetin ka kryer manovër të gabuar dhe përpasoj ka përplasur motomjetin me drejtues shtetasin SHR 22 vjeç. Nga aksidenti është dëmtuar lejë drejtuesi i motomjetit, i cili po merr mjekim në spitalin rajonal të Shkodrës dhe është jashtë rrezikut për jetën. Shërbimet e policisë kufitare reformatale në prokuroriku nisi procedimin në gjendje të lirë për shtetasin EK 37 vjeç banues në fshatin Barbulloj e Re për vend penale kalimi i paligjshëm kufi qytetëror pasi ka kaluar kufin e gjelbër në mënyrë të paligjshme. Gjithashtu ky shtetas është me mas sigurimi detyrim për të paraqitur në policinë gjyqësore dhe ndalimin daljes jashtë shtetit nga prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të ridyshimit të përgjithshëm Lezhë. Specialist për hetimin e krimeve, Komisariati i Policisë Shkodër reformatal në prokuroriku nisi procedimin penal për shtetasen SF 54 vjeçe pasi konstatuar se kishte kryer punime ndërtimi pa leje. Ndërkohë në fshatin Drish në Shkodër, gjatë punimit për pastrimin e rrugës, u gjetën 2 granata të vjetra, të cilët u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Specialist për hetimin e krimeve, Komisariati i Policisë Malësia e Madhe reformatal në prokuroriku nisi procedimin penal për shtetasin Njema 33 vjeç banues në fshatin Melgush, pasi dy shoqë në përmjet mashtrimit ka përfituar nga shtetasi GV 30 vjeç banues në fshatin Vrith. Materialet përshtyrjale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të ridyshimit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.